Një abuzim tjetër, nuk përmeni llojin e medikamenteve me emra, por bëjmë me barna të cilat janë fond pluhuri, qofshin për dhimbje, qofshin për misione të ndryshme që kanë, po janë që janë pluhur dhe pijen direkt pa ujë, pa kur gjë. Nuk e dia është mit apo është vërtetuar shkencëtarisht, por janë shumë të dëmshme për organizmin në fond pluhuri. Çdo medikament sintetik, po flasëm jo veç këto paracetamol ose këto pluhurat, çdo medikament sintetik që futet në organizmin tonë është trupi huaj. Gjithçka që është trupi huaj, s'është i dëshiruar. Efektet anësore që të gjitha kompanitë që i prodhojnë janë të obliguar mi shkru i kanë ose nuk i kanë, sepse metabolizmin e njerit nuk mundet me studiu asë në fabrikë. Ata kanë studiu në 300-400 vetë, 500 vetë, 1000 vetë, po jo në 8 miliard vetë. Kështu që efekte anësore shkruhen shumë atë, sepse nuk dihet çfarë efekti ka me apteone, çfarë efekti ka me aptete. Çdo herë flasim për bidozime. Ndërsa kur flasim për vlera normale që ata i kanë propozu mi përdor, atër efektet janë shumë të ulta. Sepse nuk besoj që një njeri përdor diçka një medikament për qefi, po e përdor pëse ka nevojë. Mirë po, çdo herë do të më ik aty në që me abuzu, mirë është me gjetë problemin. Kur flasim për mbidozime, atëherë këto pluhurat kanë efekte anësore shumë tek lukthi. Sepse shkaktojnë gjakderdhje edhe krijojnë një ulqerë, është shumë vështirë më rikuperuaja. Pastaj ka shumë probleme tjera që kur ki një ulqerë ose një gjakderdhje, tretjen e ushqimit e gjithçka i ki shumë të ulta dhe do më thonë efektin në organizëm tënë nuk jetu e marë sa duhet. Edhe nëse përdoret gjatë, mundën me shkaktu edhe infarkt zemrës ose në sulm në tru. Kështu që nuk ju kisha preferu tena i marin sepse ato i kam prodhu edhe nuk shiten veç në Kosovë. Ajo japet për një efekt mirë, po çdo herë është mirë me pas nën kontroll secili edhe përdorimin, po edhe veten nën kontroll. Këto 3 efekte ja u përmendëm gjithë. Lukthi është e para, e dyta mundën me shku deri te në infarkt ose në gjakderdhje në tru. Informacion shumë e rëndësishëm ata, sepse gjithmonë është në rregull me rekomandimet mjekët ose të farmacistit, çka do që mirët, por asnjëherë të abuzohet vetëse unë po du me marr. Vetë fakti që rrin 1 javë, 2 javë, 1 muaj, 2 muaj, 3 muaj, 1 vjet, njëri me një problem, edhe ai duhet me përdor diçka, nuk është në rregull me përdor edhe mos me shku me bo një kontroll ose një analizë. Sepse këto abuzimet nuk mund është i mjanol kërkona, se na nuk e dina a ka përdor ma herët a s'ka përdor. Apo kuptan, a i vjen e merr një sot, një mëngjesdis, një nesër, një mas nesër, apo kuptan. Deri sot bëhet kjo me sigurimet shëndetësore, na çdo herë kena me pas këtë problem, edhe kjo nuk nalet.